Allahun xhaleshanu. Ndërsa përsa i përket ditës së Kurban Bayramit dhe kurbanit në veçanti, dua të ndalem më specifikisht tek 2 apo 3 qëllimet kryesore të kësaj dite madhështore që duhet gjithë secili prej nesh si besimtar t'i di. Pikë së pari të dashur besimtar, kur flasim për kurban, nga vetë fjala kurban do të thotë të afrohesh, të kërkosh afrimitet. Një prej emrave të Allahu xhaleshanuhu është El Qarib, ai i cili është afër. Dhe shikojmë kurbani dhe El Qarib rrjedhin nga e njëjta folje karabe, që synohet afrimiteti duke bërë diçka. Ndërsa përsa i përket kurbanit specifikisht, do të thotë që besimtari si një urdhër nga Allahu xhaleshanu, i cili plotson kushtet për ta bërë një kurban, pra ka mundësi ekonomike, ky besimtar kërkon të afrohet me Allahun xhaleshanuhu duke flijuar një kafsh prej të cilave e ka lejuar shariati islam, në ditën kur e ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu dhe mënyrën se si e ka urdhëruar ai. Pra të flijosh një kafsh për t'u afruar me Allahun xhaleshanuhu, sepse ai e kërkon këtë gjë. Dhe tha profeti alayhi salatu wassalam, në ditën e Kurban Bayramit nuk ka adhurim më të dashur tek Allahu xhaleshanuhu vetëm se të derdhet gjaku i kafshës për hatër të Zotit xhaleshanuhu. Dhe Allahu thot në Kuranin fisnik, inna a'tainaka al-kauthar, o Muhammed, ne ty të dham Kautherin, lumin në xhenet, fasalli li rabbika wanhar, dhe si shreh mirënjohje dhe falënderimi ndaj Zotit tënd, fal namazin edhe therr kurbanin tënd. Allahu thot në Kuranin famulart që çështja e kurbanit është një çështje e cila është e gjatë sa vet jeta. Dhe edhe në Kuranin famulart ne paraqitemi që 2 djemt e Ademit alayhis salam, kur kërkuan që ajo çfarë ata mendonin të ishte e drejtë dhe të dëshmonte Allahu xhaleshanuhu, ata bën kurban. Dhe njëri prej tyre Allahu ja pranoi dhe tjetri ja refuzoi. Por shohim që ky stil adhurimi, kjo mënyrë adhurimi që e kërkon Allahu xhaleshanuhu është e gjatë, siç tham, sa vet jeta. Dhe prandaj Allahu xhaleshanuhu thotë se pikërisht besimtarët e përmendin Allahun në ato ditë të caktuara në shenjë falënderimi dhe e përmendin me ato që i ka furnizuar, pra prej kafshëve, hani prej tyre, prej kurbanëve, dhe ushqeni të ngushtuarin dhe të varfërin, duke dhënë një dimension shoqëror dhe social pikërisht kjo fest për besimtarin musliman. Po ashtu thot Allahu në Kur'an, ne kemi caktuar për çdo popull vendtherjen e kurbanit, që ta përmendin emrin e Allahut për arsye se i furnizoi ato me kafsh. Zoti juaj është një Zot, prandaj vetëm atij dorëzojuni dhe përgëzoi të dëgjueshmit. Dhe siç e shikojmë, lidhet drejt për së drejti ajeti ku përmendet kurbani me falënderimin ndaj Allahu xhaleshanuhu, si një shenjë falënderimi për të gjitha të mirat që Zoti xhaleshanuhu na ka dhënë. Patjetër që historia basi e dim gjithë secili prej ne besimtarve që përsëritet çdo vit në këtë kohë është që kurbani është një prej shenjave dhe dëshmive që muslimanët janë në gjurmët e besimit të pastër, ajo çfarë quhet besimi i Ibrahimit alayhis salam, apo fet abrahamike që quhet sot në gjuhën e përditshme. Por pikërisht me këtë praktik besimtarët musliman dëshmojnë që janë në rrugën e vërtet, në rrugën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, duke ecur në besimin e pastër të gjyshit tonë, nëse do ta quashim Ibrahimin alayhis salatu wassalam, i ndjekur nga të gjithë profetët radh pas tij deri tek profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke dëshmuar me këtë praktik ne si musliman që jemi në besimin e pastër, atë besim që Allahu e don, atë besim që ka urdhëruar dhe atë besim që e ka bërë shpëtim për atë që do ta ndjeki. Dhe kushdo që largohet nga kjo vijë e drejtë e ndjekjes së këtyre profetëve, siç tham, nga i pari deri tek i fundit, është pikërisht pra në rrugën e gabuar dhe Allahu xhaleshanuhu i udhëzoft dhe këta njerëz duhet të kërkojnë kthimin tek besimi i vërtet. Mesimi i parë të dashur besimtar që është thelbësor, është pikërisht të nënshtrohesh ndaj Zotit xhaleshanuhu në kohën kur ai don, në mënyrën që i kërkon. Ky është besim, ky është nënshtrim. Allahu nuk adhurohet sipas mendjeve tona,
nuk adhurohet sipas dëshirave tona, nuk adhurohet sipas mënyrës që duam apo na përshtatet neve. Ja ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa. O ju që keni besu, futu në Islam me të gjitha urdhëresat e Islamit. Mos e bë fen tënde pra peng të dëshirave të tua. Por janë dëshirat e tua që duhet të nënshtrohen ndaj ligjit të Zotit dhe nuk duhet të ndryshojë ligji i Zotit për shkak të dëshirave të tua. Dhe pikërisht mesazhi kryesor i këtij kurbani dhe i kësaj feste madhështore që Allahu don që së paku një herë në vit ne të kujtojmë sakrificën e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, që ishte i gatshëm që për hatër të Zotit të flijonte birin e vet dhe nuk gjeti asnjë arsyetim. Dhe Allahu xhaleshanu për mëshirën e tij të madhe nuk e la të ndodhi ajo gjë sepse ai është i mëshirshëm dhe imagjino edhe pse Allahu nuk e la atë gjë të ndodh, sa devijime shikojmë ne sot për sot në rrezullin toksor që njerëzit e kanë humbur besimin e pastër. E sikur të supozojmë ta kishte lënë atë gjë të ndodhte, sa e sa vrasje mund të ndodhi në emër të Zotit për të flijuar fëmijët e tyre nga ignoranca e njerëzve. Por Allahu është i mëshirshëm dhe zbriti dashin e madh që të jetë shembull për gjithë secilin që Allahu është i mëshirshëm. Ai nuk do prej nesh sakrificën. La yanalallahu luhumuha wala dimahuha, sepse Allahu nuk i arrin as mishi dhe as gjaku i kafshës që ju therni. Walaki yanalu taqwa minkum, por tek Allahu arrin devotshmëria juaj, gatishmëria juaj, sakrifica juaj që ju jeni të gatshëm ta bëni për hatër të Zotit xhelleshanuhu. Dhe këtë neve Allahu na e kërkon që të paktën një herë në vit ta bëjmë pjesë të karakterit ton si musliman, që të jemi të gatshëm që në shenjë falënderimi dhe të nënshtruar të bindemi Zotit xhelleshanuhu. Kurbani të dashur besimtar, festa e Kurban Bajramit na mëson neve që të mos bëhemi si Karuni. Kush është Karuni që kalon një emër në Kur'anin fisnik, kalon një personazh që ka jetuar në kohën e Musait alayhis salam, në surën Kasas Allahu xhaleshanu e tregon me detaje dhe në përmbledhje po them që Karuni ishte një njeri shumë i pasur. Aq i pasur sa që Allahu thot duheshin burra të fortë për të mbajtur çelësat e depove të tij. Nuk thot duheshin burra të fortë për të mbajtur pasurinë e tij, por për të mbajtur çelësat ku ai kishte fshehur pasurinë. Pra imagjinoni çfarë pasurie kishte ai që edhe çelësat vetëm për të hapur thesaret e tij duheshin burra të fortë, ishin të rëndë. Kishte shumë depo, kishte pasuri të madhe. Dhe ky personazh del her pas here siç e tregon Kur'ani me mburrje të madhe përpara popullit të tij, mburret për pasurinë e tij dhe Allahu përmend dy kategori njerëzish. Një kategori e mendje lehtëve që thon sikur të na ishte dhënë edhe neve ajo pasuri që i është dhënë Karunit, që edhe ne të ishim të pasur, ndërsa një kategori tjetër që janë besimtar, të cilët me të vërtetë logjikojnë, thanë që Allahu është ai që jep kujt të doj dhe sprovon me skamje këtë doj. Prandaj nuk duhet pasur xhelozi, pasuria e një individi të tillë i cili për shkak të pasurisë së tij krenohet me mendje madhësi. Dhe kur e këshillonin o Karun, duhet të falenderosh Allahun xhaleshanu për këto mirësi të mëdha që të ka dhënë, ai me krenari thot jo, unë këto i kam arritur në sajt e diturisë time. Dhe kur doli me mendje madhësi përsëri përpara popullit të tij, Allahu urdhëroi që ta përpi toka atë së bashku me të gjithë pasurinë e tij. Dhe kur u gdhi e nesërmja, edhe këta të cilët dëshironin që të ishin në vendin e Karunit, kërkuan falje tek Zoti dhe thanë me të vërtet që qenë ka kështu siç thonë me njerëzit e mençur, që Allahu xhaleshanu i jep kujt të doj dhe nuk i jep pasuria atij që do, dhe mosdhënia e pasurisë është si shkak i mëshirës së Zotit, sepse vallahi billahi, sikur ndonjërit prej nesh t'i jepë një pasuri më tepër se çdo të mbante vetja jon, ne do të bëheshim zullumqar në tokë. Dhe ka eksperimente dhe ka shembuj të ndryshëm në jetë
që njerëzit sa po marrin një pasuri të caktuar, e ndryshojnë stilin e jetës së tyre, e ndryshojnë mënyrën se si ata sillen me njerëzit, duke ushtuar arroganca, duke ushtuar mendje madhësia. Ndërkohë, të dashur besimtar, kurbani është pikërisht mesazhi thelbësor i kurbanit është pikërisht kjo, që mos të bëhemi si Karuni, por kurban do të thotë të sakrifikosh për hatër të Zotit Xheleshanu dhe të kërkosh afrimitet me të, sepse kurbani në një farë forme do të thotë që o Allah, unë po sakrifikoj për mirësive që ti më dhe prej pasurisë time, prej kafshëve të mia, dhe në ditën që ti po ma kërkon, unë po të përgjigjem. Si që thonë dhe haxhit, lebejk, Allahume lebejk, tu përgjigjem ty o Zot, tu përgjigjem, dhe po e flijoj këtë kafshë sepse dua kënaqësinë tënde. Dhe jo vetëm kaq, por po e kaloj këtë edhe në këshillën tjetër që ti o Allah na ke urdhëruar në Kur'anin Fisnik. Jo vetëm do ta konsumoj për familjen time, po do t'i jap familjarëve të mi të gjakut, do t'i jap prej mishit, do t'i jap prej pasurisë time, do t'i jap të varfrit, do t'i jap skamorit, sepse unë kërkoj kënaqësinë tënde, qoftë edhe me një kurban, qoftë edhe me një kafshë të vogël që unë do të therr. Dhe në këtë formë të dashur besimtar, besimtari musliman kurrësi nuk mundet që në zemrën e tij të përjetoj kënaqësi momentale, vetpëlqim, mendje madhësi. Kurbani pikërisht na tregon këtë gjë. Të kërkosh afrimitet me Zotin, nuk mund të afrohesh me Zotin me mendje madhësi. Allahu nuk e do këtë gjë. Dhe prandaj është mësimi thelbësor për gjithë secilin prej nesh që e vendosim kokën në sejdë, jemi praktikantë të këtij Islami, marrim pjesë në faljet ditore dhe javore në xhami, mos të bëhemi mendje mëdhej, mos të mendojmë që jemi të aftë, mos mendojmë që kemi arritur diçka nga zgjuarësia jonë. Jo. Na e ka dhënë Zoti çfarëdo që kemi. Na ka udhëzuar Zoti në këtë fe të bukur, në këtë parim kaq madhor të kësaj jete, që të jesh i thjesht, të kërkosh kënaqësinë e Zotit, të punosh siç Zoti kërkon në këtë botë që të fitojmë kënaqësinë e Tij në botën tjetër. Të dashur besimtar, mesazhi i dytë i kurbanit është që, siç e tham pak a shumë më lart, Islami çdo adhurim e përmbyll me festë dhe çdo festë e përfshin shoqërinë. Për shembull, ne ditën e Kurban Bajramit, gjëja e parë që kërkohet prej nesh është të shkojmë tek sheshi dhe të falim kurbanin. Është festa jonë dhe ne gëzohemi kësaj. Dhe më njëherë mbas kësaj feste, përsëri shkojmë të festojmë, të shtojmë riskun tek familja, të çojmë mishin e Kurban Bajramit. Dhe kjo festë nuk mbahet vetëm për ne, por këshillohet që të shpërndahet edhe me të tjerët aq sa të jetë mundësia. Duke i ardhur në nevojë, duke i ardhur në ndihmë shtresave më në nevojë që kemi rreth e qark lagjes ku ne jetojmë. Ky është daveti më i bukur i Islamit. Po përpoqem ne të përjetojmë Islamin dhe ta praktikojmë Islamin pikërisht në atë lagjen ku ne jetojmë, që ato 2-3 pallate që kemi rreth e qark nesh, mos flasim më pas për gjëra madhore që do ndryshojnë botën e gjëra të kësaj natyre. Gjithë secili për nesh të jetë musliman i mirë tek ato 5 komshi që ka rreth e qark. Kjo është detyra e gjithë secilit për nesh. Më pas suksesi do të vi nga ana e Allahu Xheleshanu. Shtoj kësaj, përfitimet e mëdha që ka kurbani janë më pas individuale për gjithë secilin që do t'i përgjigjet kësaj thirrje dhe këtij urdhri të Allahu Xheleshanu, ku e përgëzoi profeti alayhi salatu wassalam vajzën e tij Fatimen. Çou oj Fatime, shikoje ku po të therret kurbani jot, sepse për çdo pik gjaku që do të derdhet prej kurbanit, Allahu do të fali ty të gjitha gjunahet e shkuara. Përgëzoi profeti alayhi salatu wassalam se kurbani që therret nga ne do të vi si shpërblim ditën e gjykimit me thundrat e tij, me briret e tij dhe me çdo qime të lëkurës së tij. Çdo qime e kafshës, imagjino një dash, imagjino një viç, imagjino një deve, një lop, sa miliona qime ka në trupin e tyre,
kur ti me sinqeritet kërkon afrimitetin me Zotin, Allahu xhaleshanu për çdo qime prej trupit të kafshës do të shkruaj një sevap për ne. Dhe po ashtu përgëzoi profeti alayhi salatu vesselam, do të jetë dikush për besimtarve duke u raskapitur, duke u munduar për të kaluar urën e Siratit, dhe ja do të shikosh që Allahu do t'i çojë një kafsh, do t'i çojë një dash, do t'i çojë një viç, një kafshë të fuqishme. Dhe robi do të pyet, çfarë është kjo? Dhe do t'i përgjigjet, kjo është ajo çfarë ti bëre kurban për hatër të Zotit në dynja, dhe Allahu po ta sjell si ndihmes për të arritur xhenetin e Zotit xhelleshanu. Prandaj ajo çfarë lut Allahu xhelleshanu është që të përpiqemi të shfrytëzojmë këto ditë kaq të begata, me kaq mundësi për të fituar sevape. E lusë Allahun të na mundsoj gjithë se cilin për nesh, na japi riskun dhe pasurin, që të kemi mundësi të bëjmë kurban gjithë se cili për nesh, që të synojmë afrimitetin me Zotin, të shtypim egon ton, të jemi të thjesht, të jemi të devotshëm, karshi Allahu xhaleshanu, duke u përpjekur që të fitojmë kënaqësinë e tij. E lusë Allahun të kënaqet me ne dhe të na bëj gjithë se cili, siç jemi në këtë xhami, prej banorëve të xhenetit. Wa aqulu qawli hadha